Leqe po mungon milli, po e kanë marrë dhe tepsi. Ky nuk do të marrë në komunë, sekretari i komunës. Ky ka qenë mbrell për 5 vjet sa ka qenë në zyrën kombëtare të auditimit. Me pyet Valionin edhe çka është auditimi, ka probleme na shpjegu. Si auditori i përgjithshëm i kam dhënë opinion të modifikum edhe qeverisë, edhe Isa Mustafës. Valioni ka qenë përgjegjës për ndërmarrje publike ku është dhënë opinion i kundërt, po s'ka marrë asnjë mas. A dini çka do të thonë opinion i kundërt kur e dikush? Leqe po mungon milli, po e kanë marrë dhe tepsi. Thot nuk ka kur gjum aty, auditori nuk gjuan as letra, as gjurmë. Janë raporte nga zyra kombëtare auditimit, janë të qashme edhe mund të shihen, njësoj siç po e publikon edhe raportin dhe unë u besoj raporteve të zyrës kombëtare të auditimit. Pra, për çata do të më shku në kryetari i komunës, me i permisu atë, për çata do të më shku dikush atje në qeveri, me i permisu atë opinionet e kundërta të ndërmarrjes publike. Lutna, ky nuk do të marrë në komunë, sekretari i komunës, sepse ky do të jetë ombrell, vazhdimi i ombrellës që ka pasur në zyrën kombëtare të auditimit për këtë parregullsi që ka ndodhur në Fushë Kosovë. Pikërisht prej ku ka dalë ky, kemi një raport profesional. Kemi një raport ku krejt gjonat që ka ndodhur në Fushë Kosovë, e që mendoj që është një strukturë kriminale. Mbi 20 vite në Fushë Kosovë që ka ndodhur, një strukturë kriminale që në Ballkan nuk e gjon. Ky ka qenë ombrell për 5 vjet sa ka qenë në zyrën kombëtare të auditimit. Qore prej kur ka dalë ky, kemi një raport konkret, që me këtë raport, unë e ftoj prokurorin, ftoj hetimet, që të hyjnë në Fushë Kosovë dhe të merren me këtë problematikë. 30 sekonda. Edhe unë e ftoj prokurorinë e gjykatës që ti trajtoj të gjitha, një nga një, edhe në nivelin qendror, edhe në nivelin lokal. Edhe isë Veç pak ta përfundan. Më falë se... Urna Besnik, koha jote. Për punën time se auditori përgjithshëm kanë folë të tjerët. Ka folë prej Amerikës deri në Afrikë, kanë folë mediat, ka folë shoqënia civile, për mua është një kapitull i mbyllur dhe nuk i kthehem kurrë sepse e kam kry kapitullin si auditori më i mirë ndërkombëtar i shpallur. Thot, ata që e marrin vesh auditimin, me pyet Valionin edhe çka është auditimi, e ka probleme na shpjegu. Pjesa tjetër, po, prokuror të tjerët dohet me shku edhe me hetu çdo paligjësi kudo që bëhet në të gjitha nivelet dhe unë do të jem ushtar i madh. Në komunën e Fushë Kosovës, duke qenë unë auditori i përgjithshëm, kam dhënë edhe opinion të modifikuar, sa për shembull, si auditori i përgjithshëm i kam dhënë opinion të modifikuar edhe qeverisë, edhe Isa Mustafës, kryeministër, edhe Kuvendit Kosovës, edhe Presidentit të Republikës Kosovës. Janë raporte që ekzistojnë. Veç një pyetje kam. Pse s'e ke auditu kur komunën e Fushë Kosovës edhe leje ndërtimore? As t'ka pengu ty që ky kaos urbanistik ndër vite në Fushë Kosovë dhe mu marrë me këtë punë,